Prokuroria e posaçme ka bërë bilancin e punës për vitin 2025 ku rezulton se 434 persona janë hetuar në masën e sigurisë arrest në burg. Të dhënat u prezantuan nga drejtuesi i Spakut Klodian Braho gjatë raportimit të tij në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Sipas Braus, krahasuar me vitin 2024, përdorimi i masas më të rëndë të sigurisë ka shënuar ulje të ndjeshme, si në numër absolut, ashtu edhe në raport në totalin e masave të aplikuara. Krahasuar me vitin 2024, masa e sigurimit të arrestit në burg ka pësuar rënje si në vlerë absolute me rreth 53.4% nga 236 raste në vitin 2024 në 110 raste në vitin 2025, ashtu dhe në raport me numri total të masave të aplikuara nga rreth 61% në vitin 2024 në 39% në vitin 2025. Gjatë raportimit, Brau foli për korrupsionin kur tha se mbetet shqetësues korrupsioni dhe përfshin zyrtar të disa fushave. Për sa i përket luftës kundër korrupsionit, përfshirë dhe atë të nivelit lartë, dhënat e vitit 2025 tregojnë se korrupsioni në institucionet publike dhe sistemin e drejtësisë mbetet një fenomen shqetësues, i cili përfshin funksionar vendor dhe administrativ, por edhe prokuror, gjyqtar, punonjës policie e të tjerë. SPA ka vijuar me vendosmëri hetimin e zyrtarëve të nivelit të lartë me 6 procedime të reja dhe 16 persona të tjerë në hetim. Në aspektin financiar, SPA ka sekuestruar dhe konfiskuar pasuri në vlerë totale rreth 45.4 milionë euro, ku përfshihen edhe 12.4 milionë euro në kriptovaluta. Brau ngriti shqetësimin për mungesën e një kuadri të plot ligjor për administrimin e tyre, duke theksuar nevojën për zgjidhje institucionale. Ne deri tani kemi patur për problematik lidhe me mënyrën e administrimit të këtyre pasurive dhe na kanë ndihmuar autoritetet të tjera në marrjen, sekuestrimin dhe menaxhimin e kriptovalutave të sekuestruara, pasi ka qenë e vetmja formë për mbajtjen e tyre. Në fund, kreu i Spakut komentoi edhe debate mbi presionet politike, duke thënë se retorika politike nuk ndikoi në punën e prokurorëve, përsa kohë nuk preken kompetencat ligjore të institucionit. Retorika politike nuk përbën vetveten në kërcënim. Është thjesht një retorikë politike. Dhe për të kuptuar se kur do të jetë shqetësuese, ne kemi ilustruar rastin se kur. Pra është shqetësuese nëse kjo retorikë do shënohet me një situatë të ndryshimeve ligjore që mund të synojnë kompetencat apo pavarësinë e institucionit. Konstatoj që nuk ka në një situatë të tillë për momentin. Ai shtoi se SPAK duhet të ketë më shumë mekanizma bashkëpunimi ndërkombëtar për fshirnjojjen e vendimeve të huaja për çështje penale në jurisdiksionin e tij.